NAD është molekule trupit tonë, ne e kemi në trupin tonë, një koenzim. Gjatë emrin e ka nikotinamid, adenin, dinukleotid. Domethënë ushqimi që na ha kthehet në energji. Trajtim që ndryshon mënyrën tënde të jetesës. Edhe niveli i pastërtisë do të thotë që është 97.6% me atë çfarë ne kemi në trup, nuk është diçka e shtuar. Përshëndetje, mirë se vini në episodin e 9 të Afërtita Estetik Podcast. Sot në fakt jam këtu për të folur për një produkt të cilin ne kemi futur së fundmi në klinikën tonë, bëhet fjalë për NAD Plus for You. Së bashku me mua është përfaqësuesja e NAD Plus for You në Shqipëri, Ervisa. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Irsa dhe të përgëzoj jo vetëm për klinikën, është hera e parë në fakt që jam këtu, po edhe për gjithë të angazhimin tënd, profesionalizmin, më vjen mirë për gjithë informacionin dhe mënyrën si qasesh ndaj gjërave. Faleminderit. Në fakt, dua ta nis duke treguar pak se si të lindi ideja aty për të sjellë NAD Plusin në Shqipëri. NAD-i nuk ka ardhur nga unë, se unë jam goxha skeptike në fakt për çdo gjë, por ka ardhur nga Dana, e cila është shumë avangarde dhe inovatore. Vdes të merret me gjërat që janë kujdesi personal, ka një filozofi dhe një vizion për mirëqenien shumë ndryshe dhe ka provuar për herë të parë në Londër, e ka aplikuar në trup edhe i ka pëlqyer efekti që ka pasur, ndjesia që ka pasur, të gjithë feedbackun që ka marrë më vonë në energji, në përmirësimet që ka pasur në jetën e vet dhe ka menduar pse jo të mos e sjell këtë produkt në Shqipëri. Dhe ja ku ka bërë shumë mirë në fakt. Në fakt ka bërë shumë mirë sepse nuk është për Shqipërinë ndoshta është një risi, por në botë aplikohet prej vitesh tashmë. Mua më pëlqeu shumë, isha pjesë e konferencës suaj dhe aty mora shumë informacion. Kishim edhe këtë lidhjen e drejtë për drejtë me CEO-n e kompanisë të Body Brilliant. Si një dhe si njohse e mirë e fushës së bioteknologjisë, pasi nga ky background vi, kurioziteti im ishte tek pjesa e produktit. Si prodhohet ky produkt, sa i pastër është si produkt, më pëlqeu shumë fakti në fakt që është 97.6%, më korrigjon nëse jam gabim. Po, është shumë okay, informacioni është shumë i plot. Konferencën e kemi organizuar jo vetëm me klinikat që bashkëpunojmë, por me çdo njeri që ishte interesuar për të ditur më shumë rreth NAD-it. Pas një periudhe 8-9 mujore që jemi pjesë e tregut, mund të themi që jemi përpjekur të përcjellim sa më shumë informacion, sa më shumë detaje për këtë lloj produkti. Nuk është thjesht një produkt që ti e merr e aplikon, një suplement që të ushqen, por është një trajtim që ndryshon mënyrën tënde të jetesës. Vlen për të theksuar që NAD nuk është emër brendi. NAD është molekule trupit tonë, ne e kemi në trupin tonë, një koenzim e cila e marrim edhe nëpërmjet suplementeve ushqimore për të prodhuar energjinë e trupit, këtë energjinë që na patjetër. Këtë energjinë që na mban të gjallë dhe na jep energjinë e përditshme për të punuar apo për aktivitetet tona. Megjithatë bie ndjeshëm sidomos tek femrat më së shumti pas të 40-tave. Në fakt është në premenopauzë. Unë do të cilësoja vetëm një gjë paraprakisht për pyetjen që më bëre më parë. Është tregu këtu në Shqipëri me këtë lloj produkti ka qenë, domethënë është aplikuar dhe më parë. Janë aplikuar produkte që prodhohen në Vjenë ose në Turqi dhe tani ne kemi sjell një produkt jo më kot që vjen nga Londra dhe ti ishe prezente për prezantimin e këtij produkti, sigurinë, mënyrën se si është prodhuar, konfort me rregullat e prodhimit europian dhe britanik, edhe niveli i pastërtisë do të thotë që është 97.6% me atë çfarë ne kemi në trup, nuk është diçka e shtuar, nuk është një stimulus i prodhimit të NAD-it, por është plotësues i nivelit të NAD-it në trup. Për moshën e cila reduktohet NAD-i, fillon nga të 30-tat. Domethënë, nuk duhet shkojmë në pikën që ti të aplikosh shumë ose të trajtosh, por duhet ta kapësh që në fillim atë momentin e reduktimit të NAD-it. Në fakt ka protokolle specifike, ne kemi marrë tashmë, duke qenë se kemi futur në klinik, ju na i keni ofruar edhe protokollet, por do të flasim pak më gjatë në vazhdim edhe për protokollet e marrjes e administrimit të NAD-it në trupit tonë.
Në këto momente, në fakt, që ne po flasim, klientja e parë që po e merr Nadin në klinikën tonë është Veta Fërdita. Dua që të tregojmë pak për ato persona që janë të interesuar, çfarë reagimi, çfarë do të presin ato momentet e para që janë duke administruar, duke e marrë Nadin në trupin e tyre. Tani, Nadi gjatë emrin e ka nikotinamid, adenin, dinukleotid. Unë do e shpjegoj shumë thjesht se çfarë bën Nadi në trupin tonë. Kjo është një koenzim që çdo qelizë ka, që qëndron në mitokondrin. Dhe mitokondria e përdor për të krijuar ATP-n, domethënë ushqimi që ne ha kthehet në energji. Kjo qelizë e energjizuar, domethënë të gjitha qelizat e energjizuara që kanë një nivel të duhur të Nadit, shkojnë në çdo sistem të trupit tonë edhe bëjmë punën ashtu siç duhet. Kur sistemi imunitar, sistemi nervor, sistemi metabolik, lëkura jon ka qeliza të energjizuara, do të thotë që çdo sistem punon në momentet më të mira të vetat, në mënyrën më të mirë, më efikase, dhe çdo proces bëhet ashtu siç duhet. Kur ky Nadi bie, atëherë ne nuk kemi momentet më të mira tona. Nuk kemi këtë energjinë që na duhet, nuk kemi një sistem metabolik tretës të mirë, nuk kemi përjetojmë atë që quhet ankth ose më tepër depresion, kemi rudha, dhe për këtë arsye është aq shumë fundamentale dhe thelbësore përdorimi i Nadit, sepse ka një efekt dhe një benefit shumë të mirë që në qelizë, aty ku fillon gjithçka. Dhe nga këtu fillojmë për të shpjeguar më tej, që është ajo çfarë ti the, efektet. Duke marrë parasysh që ka një efekt regenerues për trupin, regjeneron qelizën, efekti nuk ka efekte negative, ka vetëm reagime të trupit. Në momentin që ti e merr, qeliza jote energjizohet, oksigjenohet, dhe normalisht kjo është nga një kusht normal që ka qenë trupi, i mësuar më parë, tani po ndryshon, po kthehet, po përmirësohet. Dhe normalisht trupi jot do bëj një reagim. Dhe ky reagim në rastin tim, për shembull, unë tregoj rastin. Ti e ke provuar vetë natën? Okej, super. E kam provuar. Është më mirë të na ndash eksperiencën tënde. Unë e kam bërë me penin, nuk e kam bërë në intravenos, e kam bërë në bark, dhe reagimi im ka qenë 3 ditë rresht e kam bërë nga 50 mg dhe në ditën e tretë e kam bërë me ditën e 4 më çfarë ke ndjerë në momentet e para? Kam ndjerë një këputje dhe isha gjithkohës të kështu gjendje të fikti. Dhe kisha dhe dalë në afër dhe e thoja gjithkohës, moj, po ndjem keq, jam në gjendje të fikti. Dhe pak më vonë, një orë më vonë, unë bëra gjithë punë të shtëpisë. Rregullova çdo gjëje, mora laptopin duke punuar, domethënë energjia është gjëja kryesore që ndjen ti pas aplikimit të Nadit. Mos themi pastaj rregullimi i gjumit, fakti që oksigjenohen sistemi qelizat nervore, përmirësimi i gjithë stilit të jetesës. Mos harrojmë që jo vetëm marrja e Nadit do i jap këto efekte. Ka edhe stili jetesës atë efektin e vet, mirëushqyerja, mos përdorimi i lëndëve narkotike, duhanit, alkoolit, normalisht dua të ndalem pak, shumë klientë të cilët vinë në qendrën tonë janë shumë, ose jo vetëm femrat, por edhe meshkujt, janë shumë të interesuar për pjesën e trajtimeve të plakjes. Plakja është diçka që shkenca po e kërkon kaq shumë për ta parandaluar plakjen. Megjithatë, si vepron Nadi në pjesën e plakjes qelizore dhe pastaj në këtë aspektin estetik të plakjes së lëkurës? Në aspektin, domethënë plakja anti-age nuk ka vetëm në lëkurë, në fytyrë. Ne ju besoj bëni goxha trajtime që kanë efektin e menjëhershëm në lëkurë, në fytyrë ose edhe në duar dhe në qafë, që janë treguesit kryesorë të parë të shenjave të plakjes. Çfarë ndihmon Nadi është në ndjesinë. Domethënë, të gjitha këto ndjesitë e plakës që janë kyçet, marrje mend, brain fog që thuhet, ose humbje kujtesës, ti haron dhe shkruan çdo gjë në telefon se çfarë do bësh gjatë ditës. Të gjitha këto ndjesi të plakjes reduktohen kur niveli i Nadit është në atë ku duhet, domethënë. Ky është përmirësimi kryesor. Domethënë, nuk ndikon vetëm së jashtmi, por edhe ndjesinë së brendshme. Nuk ndikon vetëm në fytyrë, por ndikon në gjithë trupin. Ti domethënë nuk do kesh vetëm duar ose fytyrë pa rudha, do kesh këmbë, trupi, gjithçka. Lëkura do shkëlqej. Me që jemi dhe te kjo pjesa që ti përmende, tek lodhja e kyçeve, fryrja e këmbëve, janë shumë klientë tek ne që vinë për pjesën e drenazhit limfatik, trajtimet e dobësimit, celulitit, kështu që ka një efekt ose një protokoll detoksifikues të Nadit që mund të ndihmojë në këto trajtime?
në bashkëpunim edhe me glutationin, që së shpejti do ta kemi pjesë, si antoksidant ndë më të fortët që ekziston, atëherë normalisht jep një efekt përmirësues në të gjithë sistemet e trupit, siç e përmenda edhe më lart. Dhe duke përmirësuar sistemet dhe mënyrën e funksionimit të tyre, normalisht efekti është i menjëhershëm. Domethënë, duhet kuptojmë, vetëm në momentin që përmendim ne, është rregullimi në qelizë. Domethënë aty ku fillon gjithçka. Dhe normalisht efekti do bashkohet edhe do dalë në sipërfaqe. Shkëlqimi, efikasiteti në elasticitetin e lëkurës është shumë i dukshëm. Normalisht duhet të themi që ky efekt nuk është në një dozë të vogël, por shkon në doza që ne, sipas protokolleve që kemi thënë, janë disa seanca që duhet të aplikohet në 500 deri në 700 mg që ndikojnë në këtë lloj efekti të jashtëm. Ervisa, ti e din, kur vjen një produkt i ri apo një trajtim, një shërbim, çdo gjë e re, pyetja e parë, skepticizmat janë të shumta, a ka kundër indikacione, a ka një grup mosh, a ka një kategori njerëzish të cilët nuk mund ta marrin nadin? Nuk ka efekt negativ. Thjesht reagimi i trupit, siç përmenda, janë një grup njerëzish që nuk ta përdorin, që janë gratë shtatzëna, gratë në gjithëdhënie, njerëz që kanë historik të sëmundjeve kancerogjene ose kanë kancer aktiv, nuk duhet ta përdorin. Ato që kanë tension, vuajnë nga hipertensioni dhe kanë tendenca të tilla ose sëmundjet e zemrës, normalisht ose diabetikët, janë të gjitha raste që duhet të trajtohen nga mjekët dhe nëse mjeku i ka sugjeruar, atëherë duhet vinë te ju. Edhe juve, si klinik, ju kemi sugjeruar që doktoresha juaj të bëj takimet ku është konsulta e parë, vlerëson analizat, vlerëson në çfarë doze, çfarë protokolli duhet ndjek pacienti. Do thotë, protokolli është doza që përdor, për sa kohë e përdor këtë dozë, edhe çfarë do ndodh pas kësaj periudhe. Domethënë, të gjitha këto vlerësohen kur bëhet takimi me klientin, sipas rastit specifik. Shiko, për Durrësin e jemi klinika e parë që kemi sjell nadin, por për Tiranën ka nisur më parë kjo. Çfarë më pëlqeu shumë është fakti që ju thatë se do të ishit vetë në klientin e parë, në administrimin e parë, ashtu siç po ndodh sot në Afrodita Aesthetic Spa. Dhe jam shumë kurioze të di në rastet e mëparshme në klinikat të tjera që ju e keni aplikuar nadin, a ka pasur ndonjë rast që të ka mbetur në mendje, një rast specifik, si ka reaguar pacienti dhe çfarë ka ndier në ato momente, ose reagimi që ka bërë pas administrimit të nadit? Në fakt, në çdo klinikë që kemi bashkëpunuar, është e vërtet që kemi shkuar, kemi trajnuar, kemi aplikuar aty, kemi menaxhuar momentin e parë. Në fakt, do përmendja një pronare klinike, e cila e kishte 2 vite që e kishte aplikuar, është një klinikë goxha e mirë njohur këtu në Tiranë dhe përveç efektit kishte një moshë mbi 52 vjeç dhe përveç efektit që nuk kishte bërë asnjë lloj ndikimi, asnjë lloj ndërhyrje në fytyrën e saj dhe shkëlqimi i lëkurës, trupit, ishte një gjë që realisht më ngeli në mendje dhe aty kam besuar dhe efektin, edhe më shumë efektin që ka nadi. E kishte aplikuar jo vetëm në Shqipëri, sepse ajo e kishte sjellë më vonë, para se sillte në Shqipëri te klinika vet, e kishte aplikuar diku jashtë, në një vend që, është shumë avangard në këtë lloj trajtimesh, dhe kishte një ndjesi dhe një energji shumë të mirë. Kjo e para, dhe e dyta është një rast tjetër që një pronare përsëri klinike e ka marrë për arsyen se kishte dëgjuar, është mjeke vet, dhe kishte dëgjuar dhe ka aplikuar si fillim te vetja, vuan nga artriti dhe ka një lloj përmirësimi në analizat para dhe pas nadit. Ajo ka ndarë dhe eksperiencën me ne në konferencë. Po, e dëgjova, ishte vërtet interesante në fakt. Ka treguar në detaje të gjitha diferencat që ka pas në analizat që ka bërë. E tregoi edhe në ditën pas, në 3 ditëshin pas, edhe në javën në vazhdim. Ishte vërtet një rast që ja vlen për të dëgjuar. E vërtet. Këto janë raste shumë, domethënë, përveç personave të tjerë që ne i kemi sugjeruar se kanë shkuar në klinika, vetë mjekët që din çfarë është shkenca, din çfarë është bioteknologjia, njohin mjekësinë, e kanë aplikuar në veten e tyre. Dua të ndalim te kjo pjesa, duke qenë se nadi në fakt është një terapi e bazuar në shkencë, do doja dhe do ta jepja si sugjerim që nadi të mos mbetet apo të mos bëhet nga klientët si një trend. Të mos jetë thjesht një trend i momentit, por është më tepër se kaq. Është një terapi e bazuar në shkencë e cila sjell rigjenerim të total trupit ton, kështu që
Nëse është në mungesë, le ta shohim si një terapi për ta marrë shtesë në trupin tonë, nëse është e nevojshme po, nëse nuk është e nevojshme jo. Mos thjesht një trend i momentit që po e bëjnë VIP-t apo po e bën dikush i njohur dhe okay, hajde ta bëj. E vërtet, në fakt ne si shqiptar kemi qefi çik trendet. E vërtet, prandaj ta dash si sugjerim këtë. Ne nuk përpiqemi që ta krijojmë trend, edhe mënyra se si shkojmë afër klientit është vetëm duke i dhënë informacion. Pastaj vendimi është tek profesionistët. Ato bëjnë takime profesionistët me mjekët dhe shikojnë vetë se si do vazhdoj trajtimi. Për të ardhmen e natit, unë do të pyesja dhe unë ty, si e fushës më shumë, duke qenë dhe ke studiuar, si e shef ti, si e mendon ti, është diçka që do jetë në afat gjatë, normalisht unë mendoj që mjekësia regenerative është e ardhmja. Dhe pas periudhës së Covidit, njerëzit po shkojnë te më e shëndetshmja, te mirëqenia, te krijimi i një stili të jetesës ndryshe, më të përmirësuar, dhe jo vetëm te efekti i menjëhershëm dhe i jashtëm. Nuk e di si mendon ti. Në fakt më pëlqen që në Shqipëri po ecim me hapat e shpejtë dhe me hapat të kohës. Është shumë e vërtetë kjo që ti thua, gjithçka po kthehet drejt mjekësisë regenerative dhe Nadi duhet kishte ardhur edhe më herët në Shqipëri, jo, por shumë mirë edhe tani që ka ardhur, kështu që duhet absolutisht lobim, duhet një marketing i mirë për ta shtrirë më gjerë, por duhet të shihet, siç thash, si një terapi edhe si një benefit dhe e mirë për trupin tonë, nuk duhet të shihet thjesht si apo të shitet thjesht si një trajtim. Thjesht si një trajtim bukurie, nuk është një trajtim bukurie. Unë ja kam thënë dhe klientëve të mi në këto ditët, në pak ditë që ne e kemi marrë tashmë Nadi në klinik, nuk është një trajtim bukurie, është një trajtim mirëqenie, wellness, shëndete. Stil jetesa. Është stil jetesa, e vërtet. Mirë, ne kishim një shprehje që e kemi thënë në konferencë, Nadi është jo vetëm për të shtuar vite jetës tënde, por të shtuar jetë viteve tuaja. Kështu që e bukur kjo për ta mbyllur me këtë fjali. Shumë faleminderit Ervisa që ishe me mua sot dhe që ndave të gjitha informacionet e duhura për sa i përket NAD Plusit në Shqipëri. Kënaqësi për ne. Faleminderit që ishit me mua sot në këtë episod dhe për të gjithë ju që jeni të interesuar për të marrë më shumë informacione apo dhe për të provuar NAD Plusin, e dini se ku e gjeni në Afrodita Aesthetic Spa në Durrës. Së bashku shihemi në episodin e ardhshëm.